A është më vështirë me investu tek rritja një fëmijët apo tek rritja e biznesit? Absolutisht, rritja e fëmijëve. Rritja e fëmijëve kërkon çdo gjë, jo vetëm anën e kapitalit. Unë për fat keq më duhet ta pranoj që nuk e kam pasur dhe jam në mundime sipër për ta përfiktu këtë dedikimin edhe më tepër ndaj fëmijëve, por është shumë e vështirë për ta. Kush është prind vetëm e kupton. Tjerët sado që t'ja shpjegosh të më radhë, nuk e kuptojnë. Vojtjet e mëdha dhe sakrificat, janë sakrifica pafundme që duhen nga dyja palët, por sidomos nënës që i bie pesha më e madhe. Ndohemi sa të duhet ne baballarët që themi që na bie pesha, po në të vërtetë peshën më të madhe e kanë nënat. Për shembull, diçka që më çofsh është kush ka rrit fëmijën e parë, pak a shumë edhe si dikush që rrit kompaninë e parë, që për shumë gjëra je overreacting, je dramatizues. Domethënë mendon se do ndodhi gjë, ndërkohë që ndërsi janë mendjen tënde. Dhe ai që ka kush ka lind fëmijën e dytë ka kuptuar dhe bëhesh më chill, është më i qetësuar në të gjitha këto gjëra. Ky podcast është sponsorizuar nga Armal Mamaçi Training, kompani e cila suporton misionin ton për promovimin e vlerave dhe sipërmarrjes në Shqipëri.